T'ju them një shembull. Para sa ditëve isha në Itali. Edhe atje kishëm një takim me një kryetar të komunës dhe me një far prifti për një xhami, kishin një problem. Pa ajo që më intereson mua. Shku me një përkthyese shqiptare, e shkolluar, advokate, drejtësinë e ka kry. Kur mbritëm aty te Selia, kishte një fotografi që i thonë këto thonë Maria, Hazreti Merin. Ato mendoj, me atë beben e vogël, a diçka më tha shqip, më ra shumë keq. A diçka tha, doktor tha, që ku është nënë e Zotit? A she saron, mua di saron të merë, më trokiti shumë keq. Tha doktor tha, nënë e Zotit. Ati nuk ish momenti unë t'intervenoj. Besoni vëllezër të dashur, unë shkova me uniform, me shanë me gjybe. Midis Italisë, dole biskupje, krye priftin pritje, kur më ka po mu, unë nuk e kam vurur, ato vllaznica, kur më ka po mu, e kam qe kriqë. E kam qe kriqë. Edhe rinë qështu edhe veç më shef kriqë. Prifti. A kjo shqiptar ka shqip, tha, nënë e Zotit. Sta zgati, ku du të vi unë? Pasi krytëm atë bisedën zyrtare, në thirin kafe, e më thot ajo shqiptarka katolike, tha, doktor, tha, unë jom shumë e kënaqur që ju kam taku juve si personalitet islam dhe biskupin si, në më thonë, personalitet katolik. Jom shumë e kënaqur dhe unë e du çdo rrugë që qonë të Zotit. Çdo rrugë që qonë të Zotit, që tu mbajme, vinja një vit kuqe për fundi, o vlajdashur, ju tri, vinja një vit kuqe që saj. E du çdo rrugë që qonë të Zotit, edhe kjo më trokiti, ama ajo nënë e Zotit ma shumë më trokiti, ama edhe kjo, tash mërë momenti, unë tash frizej rastin, ti dal haku, ti dal borgjë, thash i gjo, na të folim Shqipta, thash nuk ka thash nevoj kush na përktheje, se merim i vesh Shqipa, po, sa ish përkthej se në smudha ti në italian, thash të folim Shqipta, po urdhno. Tash unë e kam obligim. Nëse nuk ta thom një fjalë që tash, ti do të më padisish në ditë kiametit para Allahu dhu Gjela. Do të më paditish mund. A do një plak nuk e merve, do të më paditish. Me i thom, do të më turzhitish. A mërët veshte? Do të më turzhitish. Do të më paditish në ditë kiametit. Tha pse? Se ti më tha mu nëna Zotit, unë nuk reagoj. Ti më tha mu e du çdo rrugë që qonë të Zotit, unë do të reagoj tash. O ti shqiptare ndeshme, shqyqo. Ta bëjmë e dije, se nuk ka shumë rrugë që qojnë të Zotit. Ajo që qojnë të Zotit është vetëm një. Po ti zgjedhe cilën ta dush, amo jo shumë. 2, 3, 5, jo. Vetëm një rrugë. Cila është ajo? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. I dërguari jonë sallallahu alaihi wasallam, asaj po i thonë. I dërguari jonë, pejgamberi jonë, e ka marrë një ditë një shtag, një shkop, e ka bo një vijë drejt, dhe disa vija në të gjatë dhe ca në të mëjt. Dhe ka thonë, hadha sirati mustaqiman fattabi'uha. Tha, kjo është rruga ime drejt, mbajnë e këtë. Drejt, wala tattabi'u subul. Mos i ndjekni të rrugicat tjera, se të në qorsokak lonë dalale. Të në qorsokak. Dhe çdo rrugic ka një shejton që të krehen. Ajo drejt kjo, thësho. Që të qonë, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe Allahu jonë, Zoti jonë i vërtet, që ne i besojmë, na ka qenë një citat në Kur'an, në librin e fundit dhe ka thonë, lem yelid ve lem yulad. Lem yelid, ai nuk ka lind askënd, nuk është prindi dikuj. Ve lem yulad, as është fëmijë dikuj. Pra as ti ka fëmijë, as ti ka prind. Ai është Allahu dhu Gjela. Ajo thot nëna e Zotit, e baba i Zotit? Stakfirullah. Zoti s'ka as nën, as bab, as vajz, as gjallë, as vla, as po. Ai është Allahu i përhershëm pa fillim, kide, i përhershëm pa mbarim, beka. Ai është ganiyun anil alamin. Ai është i plot fuqishëm dhe ai është i pasuri dhe i panevojshëm për askën. I thash asaj shqiptare sa gjë, ku mbet punën. Kur ja thash unë këto fjalë, ajo u emocionu dhe filloi të qarë, filloi të fshilotë. Thash, tha po unë çka të bëj? A di çka të bësh ti? A di çka të bësh ti? Ta zgjedhish një rrugë, e cila të çon te Zoti. Ti lësh ato qera. Tha unë duhet kem edhe më bisedë.
Por s'dyti kur shkova në një konferencë islame në Rimini, ajo kishte marrë bashortin edhe nonën, edhe tha du që ato fjalë që ki ke thonë mu, t'ja thush edhe këtyre, se unë jam bind se Zoti nuk ka fëmijë, jam bind se Zoti nuk ka prind, jam bind se rruga që çon te Zoti është vetëm shahadeti. A bon edhe këtyre që t'rregojsh, ju tregova edhe atyre, edhe ato elhamdulillah deri diku ishte një hoxha e din, një ish ambasador që ka qenë Saudi, një italian që ka pranu islamin, e njoftova me to, thash mbahuni me to, tash jeni të katër nesër inshallah musliman.